Tensionet mes Tajlandës dhe Kambodgjës u rikthyen këtë të hënë pasi ushtria tajlandeze njoftoi se kishte kryer sulm ajror mbi shënjestra ushtarake në territorin kambodgjan. Reagimi erdhi pasi sipas Bangkogut, trupat kambodgjan hapën zjarr ndaj një njësie kufitare tajlandeze duke shkaktuar vrasjen e një ushtari dhe plagosjen e 4 të tjerëve. Zëdhënësi ushtrisë se përdorimi i avionëve luftarak ishte një kundërpërgjigje e domosdoshme ndaj provokimit të përsëritur nga ana e Kambodgjës. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes së Kambodgjës e mohoi kategorikisht versionin tajlandez të ngjarjes, duke deklaruar se ishte ushtria tajlandeze ajo që nisi sulmin mëngjesin e së hënës. Sipas saj, forcat tajlandeze qelluan me tanke pra një tempulli të lashtë në zonat përreth, por Kambodgja zgjodhi të mos përgjigjej për të shmangur përshkallëzimin. Palët raportuan gjithashtu për përleshje edhe një ditë më parë, ku Tajlanda konfirmoi plagosjen e 2 ushtarëve të tjerë. Përballja e fundit sjell frikën e rikthimit të konfliktit të verës, ku luftimet pezitore përgjatë kufirit shkaktuan 43 viktima dhe detyruan rreth 300.000 banor të largoheshin nga shtëpia e tyre. Tensionet u qetësuan përkohësisht pas një arpushimi të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Malajzia, i cili u pasua nga nënshkrimet e një deklarate të përbashkët nga presidenti amerikan Donald Trump në tetor. Megjithatë, marrëveshja u rondit muajin e kaluar, ku Tajlanda e pezulloi bashkëpunimin pas një shpërthimi të dyshuar të një mine tokë që plagosi disa ushtar. Mosmarrëveshjet mes dy vendeve, rrënjët i kanë në një konflikt të hershëm territorial të lidhur me kufijtë vendosur gjatë epokës koloniale franceze. Tempulli dhe zonat përreth tij mbeten objekte pretendimesh nga të dyja palët, duke e bërë kufirin një vatër të vazhdueshme tensioni në rajon.